Edhe këtë sezon veror, rruga e vjetër e Bërdicës pritet të përballet me të njëjtat problematika si një vit më parë. Ndonë se vetëm pak javë në ndajnë nga nisja zyrtare e sezonit turistik, asnjë investim, qoftë ai edhe minimal, nuk është kryer në këtë aks rrugor, i cili vijon të përdoret gjerësisht nga drejtuesit e mjeteve si alternativë për të shmangur trafikun, sidomos nga qindra vizitor që zgjedhin Bregdetin e Velipojës për pushimet e tyre. Mungesa e ndërhyrjeve për riparimin e gropave në rrugë e ka bërë qarkullimin të vështirë dhe në disa segmente edhe të rrezikshëm. Banorët e zonës i bëjnë thirrje Bashkisë Shkodër që të ndërhyjë sa më parë për përmirësimin e gjendjes së kësaj rruge, në të cilën lëvizin çdo ditë. Kur bësh për makinë grop edhe në edhe në aksident në gjë. Halani fije mazdoret, pa rrugë nuk ka jetë. Nuk ka na qarkullojmë të përdisësh. Kur mushet andaj belevers, kalojnë gjysë makinave këtej. E bashkohen atje të rroton dhe hargut, për mo liru. A degradu kërët e ka hamëri të resi. Mirë është me e bo. Shishinimun. Futën 2 kratë, andëna, kënëna, shnet. Si kur ka kënë, futën kënëna, andëna, kënëna. Me bo kështu është për punën se është zonë e banume, me vunë kështu buma. Me vunë është i buma plastik, sigur i ke vend në për qytet. Buma. Me vunë për shamë të shkolla, në përktheshe e gjona që mas me afut shpejt, po me gjitha te për shpejtësi futën edhe na. Si që domosdoshme burr. Si ja bë grupa. Ky segment rrugor është jetik edhe për lidhjen e fshatrave Daragjat dhe Mali Hebaj me qytetin e Shkodrës. Për këtë arsye banorët theksojnë se institucionet përgjegjëse nuk duhet ta lënë në harres projektin për rikonstruksionin e kësaj rruge, që deri më sot nuk ka njohur asnjë ndërhyrje.